Jemi këtyre kështu në studion e Klik Plus dhe siç ndodh gjithmonë 5 minutat e fundit të emisionit, të gjithë butonat janë të ndezur, të gjithë kërkojnë të thonë diçka për fund. Unë do të pyes ambasadorin që të mos i ngelim borxh shikuesve, kur do të kalohet kufiri Maqedoni-Kosovë me letërnjoftime? Për informatën tuaj, komunikimi i jonë konkludues i fundit me Ministrinë e Jashtme Macedonës e ka qenë të premten, me cilën e kemi njoftu që i kemi përfundu gjitha procedurat dhe sot në brenda orarit të sotshëm të punës kemi marrë konfirmimin final të Ministrisë, kështu që ja po e them për herë të parë për klikun e juaj, me 17 prill do të hyjë në fuqi marrëveshja për kalim të lirë, ndoshta mund të jeni të parë që do ta bëni këtë, kështu që sot konfirmimi fundit ka qenë që janë konkluduar të gjitha procedurat. Ju faleminderit.